Së pari, nga publikimet e tij del mirëfilltas, një shpellë intrigantësh, njerëz të inkriminuar që fusin thika njëri tjetrit. Fusin thika njëri tjetrit. Tani, që Erion Veliaj është aty ku është për krime të rënda, kjo nuk ka diskutim. Por Erion Veliaj duhet të jetë me organizat kriminale, familjare dhe bashkjake, të dyja. Po, i ka të dyja. Por që me Erion Velin të organizohen kurthe nga ministra, kjo është makbethiane. Pak të themi, por është makbethiane. Lere që e regjistrojnë në gjitha anët. Dhe pastaj Uluziu, a e morët vesh ju kush është Olsi? A e kinë marrë vesh? Olsi është Uluziu. Absolutisht. Po, është Uluziu. Jo, një minut. Olsi i Altin Hajrit, Olsi Altin Hajrit, i dy kostumeve, merja pak masën, i thot. Merja atë masë, aje bëri punën, thot. Aje bëri punën, të regu burri mira, i thot. Aje bëri punën, thot. Ati thot, merja masën për dy kostume. Tani, burime 100% sigurta më informojnë se nuk bëhet fjalë as për Olsi Çelen, as për Olsi Dadon, por për Uluzi Shtithush. Po, ja pra, se me çfarë malli kemi të bëjmë. Kështu që komentet e mia për përgjimet që i kanë bërë Erion Velis dhe mesazhet e tij tregojnë më së miri se kemi të bëjmë me një grup mafioz me pushtet, të cilët nuk kanë asnjë rregull, asnjë ligj, asnjë normë.